kur ndonjëherë në 34 vite Brukseli nuk ka qenë më shqiptar se sa ato 2 ditë të javës së kaluar, e marta dhe mërkura e javës që kaloi, ishin ditët në cilat në tempullin e demokracisë u mbrojtën interesat jetike të shqiptarëve, vota e lirë e tyre, dhe u bë pretenca ndaj Edi Ramës, farsës elektorale, mandateve kalp, ne mbrojtëm interesat më jetike të votës së lirë, të dignitetit të shqiptarëve dhe të Shqipërisë.